Gjinisht, po se mos ndoshta po hymë në teori konspirative, se këtu ka emisione shumë që kanë në teori konspirative dhe mos në njeri na merë drurin dhe na vjen këtu. Jo, mos kemi asgjë konspirative. Është njeri, se aji se ka prekur akome, jo këte. Këtë që kam tani, pyrin që kam tani. Se mos vi... Në një nga këto konspiracionistë. Në të konspiracionistë një math, se Trumpi u të thamë, duket se janë shtu kur 10 shkencëtarë Amerikanë. Kjo së është konspiracion, për ka folë Trumpi. Është konspiracion kjo. Ka folë presidenti Trump, po. Janë, u bë pyetje se asaj zëdhën se... Ka ngritur hetima i më. U bë pyetje, ka filluar hetimi. Po që janë këta që janë shdukur? Tani janë 10, 11, ato thanë 11, për nuk shifra eksakte mbahet korrekt. Dhe këtu fillon konspiracioni mund të shkojnë dhe 20. Por ka pranuar Shtëpia e Bardhë 11. Po çfarë janë? Nga këta 11 shkencëtarë, nga këta 5 janë zhdukur, që nuk dihet ku janë, ndërsa 6 janë vrarë ose vetë vrarë. Po pse? Këto janë shkencëtarë të nivelit lartë. Janë shkencëtarë të NASA-s, të hapësirës, të energjisë bërthamore dhe të industrisë farmaceutike. Do me thonë, që të gjitha janë të kjo pjesë e shkencëtarëve që kanë informacione sensitive, të paktën sensitive. Tani bëhet fjalë, presidenti Trump deklaroi dhe tha pas 10 ditës do kemi raport Mirfield, ndërkohë që kjo ka trondit Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Nuk është plotësuar, javën që vjen plotësohet 10 ditë. Çështja është, kush mund të zhduki shkencëtarë? Se këto nuk janë shkencëtarë do si dom. Kush mund të zhduki? Kush i ka kapacitetet për të me artin e politikë ose artin ushtarak, do shkosh te pala kundërshtare. Maqedonia dhe Malizi nuk i zhduk dot. Do shkosh te pala kundërshtare. Kush janë palët kundërshtare, zotëra? Kemi që mund ta bënin. Kush janë rivalët e Shtetet Bashkuara të Amerikës? Kina? Rusia? Irani? Po në sa kohë janë zhdukur? Tani Në i periud 2-3 mujore më duke. Po. Qka e tillë. Tani, kjo është një prekje e sigurisë kombëtare shumë e fortë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse do tentosh të japësh përgjigje këtyre hipotezave, është Kina, Rusia, tani është e kohë ta bësh, po një gjysmë përgjigje mund ta japi. Një minutë. Kina nuk ka bërë kurrë lëvizje të tilla. Rusia ka bërë, por me elementet rus. Nuk ka goditur kurrë, paktën pas luftës së kotë. Nuk ka goditur. Tani Irani është pikpyetje e madhe. Nëse këtë goditje ka bërë Irani, atëherë Irani pas ka fuqi që edhe kjo është shik larg logjikës. Duhet jash kapacitetet e Iranit. Dhe debati që po bëhet në zë Shtetet Bashkuara të Amerikës është Izraeli. Vetëm një e ka atë kapacitetin. Kush? Ja, sa po e the. Izraeli, pra, po nuk ka fakte. Gjithë gjasat flasin. Atëherë ikim. Ndoshta kjo është e vërtetë, me që ka thënë presidenti Trump. Jo, kjo është shumë e vërtetë, zhdukja. Bëhet fjalë kush e ka zhduk. Është bërë pyetje nga gazetarët. Okej, atëherë. Kalojmë te pika e fundit, Shqipëri, Greqi, detin mes. Deti hyn tani zoti Meçollari sa herë. Kështu ka thënë Rama. Për të shkuar diku. Jo, them unë e vura titull kështu. Strishën e mërova kështu, po ndoshta e ka thënë Rama thua ti. Ishte e njëjtë, po thuaj. Kryeministri Rama ka deklaruar se për çështjen e detit ka një marrëveshje me qeverinë greke për t'u drejtuar gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Ndërkohë ministra e jashtme greke ka deklaruar sot se kjo çështje nuk është një prioritet. Ka thënë sot. Mi po tani grekëve u duhet besuar aq sa unë edhe pse quhem te kjo pjesa që ata e quajnë Vori e Pirë, siç duan ata, kemi luftuar gjithmonë me grekët. Pjesa nga kampion. Shko, në fakt do bëj një arsyetim të vim në një... Ç'po ndodh tani? Ç'a po ndodh? E para, të paktën një gjë e dim të saktë. Të paktën, ose mund ta konsiderojmë të tillë që grekët do ta konsiderojnë mungesën e marrëveshjes zyrtare me Greqinë si një kusht për moshapjen e negociatave. Duke futur në kapitullin 24. Që është ligji dhe siguria. Pra, dhe kryeministri Rama kërkon me çdo kusht që këtë ta bëj deal. Të bëj një deal me grekët në këtë rast. Të vemi në Hag dhe më jep të drejtën për antarësim në Bashkimin Evropian. Mos vendos si veto. Kjo është tashmë nuk është më e fshet në korridoret greke. E ka bërë disa herë Greqia. Por çështja nuk është, kjo nuk është më një gjë e fshet. Çudia vjen nga qëndrimi i palës greke. Ku pala greke thotë, jo, unë nuk e dua marrëveshjen detare. Dhe nuk e kam kërkuar këtë gjë. Nuk kam asnjë plan për të arritur një marrëveshje detare, për ta çuar në Hag. Pra mua kjo më lut kuptoj që grekët
e kanë ndarë mendjen. Do na bllokojnë. Po. Që kolonel, Greqia që kur ka ardhur Mitsotakis ka hequr dorë nga marrëveshja, e kanë vepruar Jo, nuk ka hequr dorë. Ciprasi. Atëre, Ishte Kocia. Ciprasi po, Mitsotakis i ka hequr dorë nga marrëveshja. Që të jemi... Pra Mitsotakis i ka thënë unë po e bëj fakt të kryer zgjerimin me 12.000. Jo, pranon ti? E ka të drejtën e vet 12.000. Pra, po Ciprasi nuk foli me këtë gjuhë. E ngatërojmë 12.000 me delimitimin, nuk kanë lidhje. 12.000 që është deti zgjerohet atje ku kufitar është deti ndërkombëtar. Delimitimi bëhet atje ku kufitar është një shtet tjetër. Korfuzi. Pra më pak se 12.000. Edhe një, kjo është goda. Paretet janë fqinjët. Niveli i ujit është gjërësia 12.000. Në qoftë se unë kam marrëveshje me këta, e ullë dhe ngërë, e bëjt 0, e bëjt 12, e bëjt 10. Por nuk e bëjt do të më... Jo për te 12 që. Jo për te 12. Kur ka mundësi gjithmonë. 12.000 që nuk ka lidhje me delimitimin, por thelbi qëndron. Tash të marrim të analizojmë deklaratën e Ministrisë Jashtme, ose atë që ka thënë nga me. Të dyja palët, dje dhe sot, si kryeministri Rama dhe Ministria e Jashtme, nuk kanë përmendur negociatat e vitit 2018. Dhe vendimin e kushtetueses. Po kanë thënë, i grekët kanë thënë, qeveria shqiptare të gjej një metod për rëzimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, gjë që është e pamundur të ndodhë. Po sepse është 9-0. Atere, pra... është 0 totalisht. Duke vendosur një kusht të pamundur, atëre do të thotë që... Dhe të mendoj që do bllokohemi. Do bllokohemi. Sepse kushti që po vendosë është i pamundur. Kurse, por një gjë është, të dyja palet e mohojnë 2018. Pse e mohojnë 2018? Sepse ka një vendim për të. Jo, 2018 është negociata. Po. Jo. Negociata po, por në momentin që nuk duhet të rinisim prapë aty ku e lanë. Shkojnë për te 2018. Jo, duhet nuk, çështja është Shqipëria dhe Greqia si pas qeverisë shqiptare dhe qeverisë greke nuk duhet të rinisi negociatat aty ku i lanë në 2018. Ky është thelbi. Shohojnë se s'duan ta nisin aty ku e lanë. Ky është thelbi. Nuk mund ta nisnin kurse si qeveria shqiptare për aq kohë sa për çështjen e detit, për krimin e një precedenti të tillë që Dora Bakojanis dikur thonte që ky precedent është me qitje të largët. Dhe kuptohet për çfarë. Mbyllur 2009. U mbyll 2009. Nuk ekziston më. Dhe futja dhe i herë në negociata me Greqinë për çështjen e detit, duket sikur neve po tentojmë t'i lutemi Greqisë që shikoj merr detin dhe në këmbim detit, domethënë sakrifikojmë sovranitet për të përfituar një tezë internacionale për të futur në Bashkim Evropian. Ta çoj deri në fund. Po pra. Çështja është që nuk është vetëm çështja e detit, sepse zoti Rama duket në hall dhe po kërkon me ngulm që të ketë një kartë për të kaluar në Bashkimin Evropian. Neve nuk kemi vetëm një çështje me Greqinë dhe kjo nuk është çështje fare.